Hej, mikeshat e mia, mirë se vini në kanalin ton. Në këtë video do të eksplorojmë mënyrat më të mira për të kujdesur për trikot apo veshjet tuaja të preferuara prej leshi. Duhet lar apo jo trikoja? Si të kujdesesh për pulovrën e lesht? Ne do ju sjellim këshillat e ekspertëve për të shmangur të kurrjen, poshavitjen dhe molën. Leshi është një fibër natyrale jashtëzakonshme. Ka veti izoluese, përthith lagështinë, është aerosës dhe është plotësisht i biodegradueshëm. Por leshi njihet dhe si material i vështirë për të mirëmbajtur. Ja disa nga këshillat e ekspertëve për të zbuluar mënyrat më të mira për pastrimin dhe kujdesin ndaj trikotazhit, që pulovrat tuaja të qëndrojnë të bukura dhe të zgjasin për shumë vite. Ta lash apo mos ta lash pulovrën? Të gjithë na ka ndodhur të kurrim pulovrën e preferuar në lavatriçe. Po çfarë nëse përgjigjja është mos e laj fare? Ajo thjesht ka nevojë të aeroset mes përdorimeve, thot dizajnerja e trikove të punuara me shtiza, Janive Sweeney. Vareni jashtë një ditë të freskët dhe do të jetë si më parë. Edhe Ruth Ellis Rance, themeluese e markës britanike Heard, pajtohet. Për çdo veshje që përmban lesh, sa më rrallë të lahet, aq më mirë është. Leshi përmban lanolin natyrale që largon aromat dhe njollat, ndaj aerosja shpesh mjafton për ta kthyer në gjendje të mirë. Zëvendësojeni larjen me avullin. Avullimi, steaming siç është në lavatriçe, ju vjen në ndihmë kur moti është i keq dhe me shi. Avullimi është një mënyrë e shkëlqyer për të freskuar dhe rikthyer formën e trikotazhit, thot Rance, por gjithmonë lërni të thahet shtrirë. Sipas larjes, çdo larje sado e butë e low fiber shton free Lone Hub nga marka Steamery. Avullimi, përkundrazi, e rifreskon menjëherë, zbut rrullat, heq aromat, vret bakteret dhe e gjallëron përsëri materialin. A mundet një trikot të tkurrur ta kthejmë në gjendjen e mëparshme? Mund të provoni ta shtrini një trikot të tkurrur, por rezultati varet nga shkalla e tkurrjes. Rrallë kthehet në gjendjen e mëparshme. Nëse është pak e ngushtë, futeni në avullim që fijet të çlirohen, pastaj shtrije butë me dorë. Këshillon Sweeney. Në rastet më të rënda, zhytni trikon me ujë me shampo bebeje, përpara se ta shpëlani dhe ta vendosni mbi një peshqir. Shtriheni lehtë në gjatësi dhe gjerësi, pa nxehtësi, derisa të thahet. Pasi të jetë tharë, avullojeni përsëri dhe shtriheni sërish. Si të hiqni njollat? Nëse trikoja është vërtet e ndotur, larja është e pashmangshme, por me kujdes. Pastrimi në atë moment me një detergjent për leshin hiq shumicën e njollave si me magji, thot Rance. Nëse duhet lar, bëjeni me dorë, me ujë të ftohtë dhe pa trazuar shumë. Nxehtësia plus lëvizjen është e barabartë me tkurrjen. Mbushni vaskën me ujë të ftohtë, shtoni pak detergjent, lëng për lesh ose shampo për flokë në mungesë të detergjentit dhe përzijeni. Futeni brenda trikon, fërkoni butësisht pjesët e ndotura dhe lërni për 30 minuta. Pastaj shpëlajeni. Si ta thani, kur mos e shtrydhni trikon e lagur? Shtypeni butësisht për të hequr ujin, shtriheni në një peshqir sa të jetë e mundur dhe lëreni të thahet natyrshëm. Asnjëherë mos ne fusni në tharëse rrobash, as për pak minuta. Si të largoni molat? Parandalimi është thelbësor. Sweeney përdor metode natyrale, livando ose gjethe dafine. Mbajini trikot në kuti hermetike dhe gjatë verës futeni në qese hermetike dhe lini një javë në ngrirje. Kjo vret çdo larvë mole. Molat zakonisht qelin në pranverë dhe ndaj ngrirja në verë është ideale. Në mungesë të kësaj, edhe përdorimi i rregullt ndihmon, sepse molat nuk duan dritë. Trikot e ruajtura për shumë kohë në errësirë i tërheqin ato. Si të hiqni pushin? Trikot e përdorura shpesh krijojnë push, sidomos në sqetulla. Për të hequr veproni me kujdes. Mund të përdorni një krehër, mund t'i hiqni edhe me dorë kur shfaqen. Nuk ka rregull fiks. Varet sa shpesh e vishni pulovrën. Disa triko duan më shpesh, disa jo. Mos i hidhni trikot. Riparimi në mënyrë kreative tashmë është bërë trend, pasi vlerësohet më shumë qëndrueshmëria e rrobave. Daisy Harvey, themeluese e aplikacionit Loom, kujton një klient që riparoi një pulovër të Vivienne Westwood, të mbushur me vrima nga molat.
Ajo bashkëpunoi me një qëndistare për të krijuar një dizajn me gjethe që binin, dhe trikoja u kthye në një copë arti. Për vrimat më të mëdha si tek bryllat mund të përdorni arna. Edhe kur pulovra juaj prej leshi nuk mund të shpëtohet, kontrolloni që të jetë 100% fibër natyrale dhe, nëse po, priteni dhe lërini të kompozohet si ple organik. Është e biodegradueshme.